Depresioni është një sëmundje mendore serioze që prek mbi 300 milion njerëz në botë dhe është quajtur plaga e shekullit të 21. Ai nuk duhet ngatruar me trishtimin e përkohshëm, pasi simptomat dhe ndikimi në jetën e përditshme janë shumë të thella dhe shqetësuese. Simptomat kryesore që e dallojnë depresionin nga trishtimi përfshin humbjen e shpresës, mungesën e interesit në aktivitete që më parë sillnin kënaqësi, lodhjen e vazhdueshme, ndryshimet në oreks dhe ndryshimet emocionale të papritura, si dhe agresionin e pashpjegueshëm, sidomos tek burrat. Ekspertët rekomandojnë kërkimin e ndihmës profesionale nëse këto simptoma zgjasin më shumë se 2 javë. Roli i familjes dhe miqve është thelbësor për mbështetjen e personit të prekur, ndërsa rikthimi në aktivitetet dhe kontaktet sociale ndihmon në përballimin e depresionit. Ndërkohë që trishtimi është pjesë normale e jetës, depresioni kërkon trajtim dhe vëmendje të veçantë për të parandaluar pasoja më serioze për shëndetin mendor dhe fizik.